Ishte përballja e parë dhe jam ja drejt për drejt me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës në uniformë. Edhe plaku jam, thanë, doktor ty po të njohim këtë zotnin s'pi njohim. Thash, legjitimon e sa i dyshimt për plakun, plakut veç i shkun lat. Atëherë përshëndeshin me grosht. Na përshëndeti me grosht. Edhe i thash po shkojmë te motra Hims, te vajza Rasimit, tha rrugë të marë. Plaki u shkokordhu të qajt, u knaq. Tha babë edhe me dekë, sot nuk mjetë marak. Shumë. Tha doktor, po na vyn një mjek. Tha unë e kovash nuk jam. Tha jo, po na vyn kirurg. Letë si i plagum. Ishte i plagum në abdomen. Edhe porta hyrëse nuk ishte shumë e madhe, porta dalëse ishte prolaps plagët mërshme. Ka ardhur doktor Ilmishej. Kur erdhë Ilmishej, më tha, doktor, tha fjell ku ke hi. Tha kyn gojës, se ka i plagum. Tha rolla Ilmi edhe atje poshtë ja. Tha qysh e pas ka buaj da i, tha qëtë kom jam arunja. Jo, po vjen Ramushi, ishte i plagum me 24 mars, po vjen të tapallu me një kese me fasha, me kështu, tha, djem, tha që qëtu, ndërse ju vyt, dishka, që ku i keni. Komandant, ti që je ki nis luftën, na kime numër për pavin. Edhe, po më tha, qa jeti? Thash jo mjek. Tha qefti, ja kemi bërë shti vend, mision si ti. I thash jo, komandant, i sholla ju shkon marë lufta, edhe mos u brengos se shëndetësin ku më të organizohen. Ja shita kolin vetit. Një ndër plagosërit tjerë që kanë qenë 36 edhe Ramush Haradinaj. A ditë kur është dek Adem Hoxhaj, të gjithë personeli kemi qajt. Ademi ka qenë e pror ushtarak, edhe na mendojshim që ata s'duhet me dek. Kur ka ardhi plagosur i njerëznish, mas 15 minutave ju ka caktu grupa gjakut edhe një interakcion ju kanë gjitë botat gjakut atyre që kanë pas nevojë. Ramushi nuk leke në zonë kërkon me. Nuk leke me fotografu. Me shku me i marë në logjë, me i fut me një kom të mbyllun, tha. Tha edhe me i shetit, me i quka vra noci, anej me i këthy, mës me dit ka përshkojnë, se ata nuk janë vesh të kryqit kushta. Tha edhe din ka përshkojnë. Kur erdha unë është hera parë që Ramushi ma kanë ngritë zonën. Më tha, mere këtë shoqen tonë, tha se për deke shumë. 4 dete kemi majt me fshisat rryms, me vakumin aspirator të improvizum. Po unë dzeshin fshisat rryms. Edhe tash ja u kemi mbledh krejt lagjës, se s'qëndroj kemi një orë, unë dzega jo. Krejt lagjës ja u kemi marrë, kemi lo pa fshisa, djali dëshmorit Sadri Latifaj. Sadri Latifaj ka ra dëshmor të vepru armatimin. Disa ditë po ai lind djali. Nanën e lavdrim likës, kër ngushlojshim për lavdrimin, i thëshim ngushllime, thëke, jo, Zoti ju lash nash juve, se ju ka met një pushk mangi. Se unë për qëta e kom bo djalin. O Imran, mashkull, qaj ki pun, ta bënë i fort. Dash me nej me ne këtu rri më zdash, luanit pret atje. Edhe i ka thonë Avdylit, doktor, kjo është ushtarë si ta në ushtartë. Dash me nej me ne këtu rri më zdash, lufto kjo. Dauti ka qenë në pjesën e krahut edhe në klavikull, e ka pos një predh këgjat, një plagë këgjat thellë. Bujarin e kanë zonë me gojë hapur. Edhe në pjesën e masme, para angullus mandibulës, i ka hin plumbin, nindet e buta dhe i ka dalë në anën tjetër, nuk ja ka prek as kockën as dhëmt. Ajo një mrekulli e Zotit, që më mënu, të njetën me bo atë punë së në banë. I thash, dhamin gojtë e dhamë, gjithkun. U shpreha keq, kur s'ta ka qupë se e ki njës luftën. Dauti pak i zi, jo veç o bu krejt zi. E ka që dorën në revolje. E ka këqy Ramushin. Ramushi ja boni me kry. Dhe se në minë dhe najdetë. Kur më ka bo, tha, heke atë makinë për aty, të folë me farinë, që anovan pull heq. Kur ardhë, e kanë zerë një koll të barë që ka shkolltin e Luanit, që e ka pas. Një karikator më ka fut mi kry, pim, 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 pim. Edhe unë të ashë. I thash Daut, thash me kom budallu në qojtë dorë në revullë. Kisha revullin të kalashin në kerë, një 2 bume aty për para. Thash e qoj e mbranti, po unë e bona i meqëm, ku me i parku kerën une? Thash po nëse donë muj me t'i pagu kesh, tha ola mirë shkon kesh. E veç e kom shplu e kom pas një mantil gjatë, e kom shplu e kom qitë kalashin, në tavullin, edhe 2 bomba. Këta me shara, këta frenkat, u silshin anë e kënej. Po shtini tha se frenkat. Ideja për mu bon një spital nën toksor. Edhe
erdhë Ramushi me Emrush Gjemajli në spital ushtrak. Për një kohë shumë të shkurt ju ka qitë pllaka e parë. Edhe kanë fillu punët. Në atë periudhë kohore kanë pushu partitë politike, nuk ka pas parti, të gjithë njerëz kanë qenë për idealin edhe kanë qenë shërbim të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë jam doktor Selman Berisha, i lindur më 23/5/1959 në fshatin Njerëzniq. Shkollën fillore e kom kryer në Njerëzniq, ndërsa shkollën e mesme të mjekësisë në Prishtinë. Gjithashtu kom kryer edhe fakultetin e mjekësisë Dega e stomatologjisë në Prishtinë. Për 4 vite kam punu në shkollën e mesme të mjekësisë në Prishtinë si mësimdhënës për landet profesionale dhe 1 vit në shkollën e mesme të mjekësisë në Pej. Kam punu në klinikën time private që nga vitet 90 deri në fillimin e luftës. Në fillimin e luftës, pasi që veç filloi lufta në Dugaxhin me 24 mars, jam kyç në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës dhe konsideroj se kjo është pjesa më e lavdishme e jetës sime. Fillimisht, kur jam kyç unë në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës, nuk kam qenë paraprakisht i kyçur. Ka qenë ditë Bajrami ajo ditë, ka qenë e mërkur, ka qenë 7 prilli, nëse s'gaboj, kur është plagu luftëtari i lirisë, i cili tani jeton dhe fatbarësisht është shumë mirë, Leci, Blerim Bajramaj nga fshati Glogjan, dhe unë atë ditë me plakun tim shkum me vizitu vajzën e veteranit të luftës tash dhe motrën e dëshmorit Him Haradinaj, i cili ra me 24 mars, në Baballaq, me qenë se veç e kishim familjar, se motra ime ishte martuar në familjen e tyne dhe shkum me babën me vizitu. Ka shkum rrugës, në Glogjan Ushtria Lirimtare e Kosovës veç dul mas 24 marsit dhe kishte qitë punktet. Në punktin e parë në ndalun. Ishte përballja e parë dhe jam drejt për drejt me Ushtrinë Lirimtare të Kosovës në uniform. Edhe plaku jam, thanë, doktor ty po të njohim këtë zotnin s'pi njohim. Thash, legjitimon e sa i dyshimt për plakun, plakut veç i shkun lat. I thash, është baba jam, vazhdoni. Kur dulem, ram në për Glogjan, edhe shkum të shtëpia Elmira Adinit, ishte në fund atëherë shtëpia Elmis, Fatmir Nimonaj me një ushtar që më vjen shumë keq që nuk ja di emrin tash. Fatmirit ka qenë shumë pedant, zotni, edhe nuk i rrinte uniforma shkelqyshëm, u duke një shumë madhështor u duke Fatmir Nimonaj. Edhe atëherë përshëndeshin me grusht. Na përshëndeti me grusht, edhe i thash po shkojmë te motra Hims, të vajza Rasimit, tha rrugë të marë. Plaki u shkokordhu të qajtë, u knaq. Tha babë edhe me dekë, sot nuk mjetë marak. Shumë. Shkum për mu këthy tash, u dashke mu këthy në shpina Njerëzniq. Me ranë për Glogjan prap mu duke si provokim. Edhe rash për Rëstovic, në prej lep, ku shkum në Prokollok, erë Faris Selmonaj. Edhe po ma bën me drita. Unë ala, tha doktor po na vyn një mjek. Thash unë e kovash nuk jam. Tha jo po na vyn kirurg. Thash allaj, s'po di. Rasimin veç e kishin marrë në burg me 24 mars. Tash Faria e kishte të kufizu me levizjen. Unë halo levizsha. I thash merr ma plakin që ma në shpi. Thash unë po shkoj për gjoj një kirurg. Jam shku kush është kirurg, ishte Ale Tola i kirurg që punonte në Gjakov, shkova në shtëpinë e tij, s'kish qenë në shtëpi. I shku në Gjakov, më shku në Gjakov, më duke larg edhe kisha pak si cikletshme. Kush është më afër në kirurgjinë komunët Deçanit Syl Bruqi. Syla është doktor i otorinës, otorinolaringolog, më afër me kirurgjinë. Shkova në shtëpi Syl, si thash Syl që shtu nuk ka agjitu me njerë ka dalë, i ka marrë një dobësh, disa gaza dhe kemi shku. Kur shkum në shtëpinë e Rasim Hims. Leci i plagum, ishte i plagum në abdomen. Dhe porta hyrë se nuk ishte shumë e madhe, porta dalë se ishte prolaps plagët mërshme. Edhe me të drejten, unë u tërheka se si ishte lamia jam, po edhe Syla nuk ishte shumë i sigurt aty. Ka orë doktor Ilmishej.
Kur erdhë Ilmishehi, tha, doktor, tha, fel ku ke hi. Tha, kënë gojës, të koj plagum. Tha, rolla Ilmi edhe atje poshtë tja. Tha, qysh e pas ka bua i da i, tha, qëtë kom jam arunja. Edhe ka hi, doktor Ilmia e ka trajtu plagën, e ka regullu, fatbarësisht. Plaga ka hy në mes lëkurës edhe peritoneumit që i thumë na. Nuk i ka prek organet. Fati, në fatkeqësi. Edhe ka shku mirë ajo. Ndërkohë, po më thëtë Farid Selmona, i tha, po vjen komandanti. I tha, shprikojto komandanti, unë nuk e njësha Ramushin. Tha, është i Drenicë. Kur më tha i Drenicë, su shlirova unë. Edhe, po vjen Ramushi, ishte i plagu më 24 mars, po vjen të tapallu me një kese, me fasha, me kështu, tha, djemë, tha, që tu, ndërse ju vytë, dishka, që ku i kedi. Edhe tash, olem, po bisedojmë, pe pyt Ilmia, po i spjegon që mendoj që ka me kalu mirë, plaga nuk ka pjek organet vitale, edhe tash unë pe i thamë, komandant, ti që jeti njës luftën, na kime numër pra pa vinë. Edhe, po më tha, qa jeti? Tha, shë jam mjek. Tha, qefti, ja kemi bërë shtive, mision që ti. Tha, unë tha e mushtarak, do të bëj luftën me çdo çmim. Unë në organizoshën dhe cinti. Edhe tash Farid Selmoni tha, komandant, kjo është tha i smut, isha i smut si isha ardhë, se u përballsha me 2 sfida. Me sfidën që filloj lufta edhe me sfidën shëndetësore që i kisha në atë bujë. Kisha marrë 4 ciklet kemoterapisë dhe limfoadenomektomin, dhe më thonë një operacion shumë tronë. I thash jo, komandant, i sholla ju shkon marrë lufta edhe mos u brengos se shëndetësinë ku më të organizohen. Ja shita kolin vetit. Edhe ndërkohë u mbyll ajo, aty kishte nevojë edhe për një ortoped. Ortoped na nuk ishim as njoni. Ram, shkum të Naim Kuqin, telefon bisedum me, nuk po më kujtohet emri ma vonë, më kujtohet të ortopedit, edhe Ilmia ka shku të nesërmen e ka marrë ortopedin. E ka marrë në spital edhe e ka qu në Glëzhen. Ma vonë është plagos shkelzeni edhe ajet po tjera. Pa u themelu spitali ushtarak ka qenë. Shkelzen Radinin e ka bo imobilizimin e ti doktor Shqyqri Mema, edhe për plagën ma vonë është kujdes Adem Qeku me Shqipen. Me data, mu shërby pak falinderit, me datën 15 maj 1998, ditë e premte ka qenë në mbrëmje, na kemi qenë si lagjet të shtabin lokal që e kishim bu në shtëpinë e Islam Mushkolës. Edhe kom qenë të lujtë shah me Rasim Mushkolën. Ka orë një vetur me 2 plagosën në nalë para shtëpisë teme. Edhe erdhen ta djemët që ishin aty, thanë, doktor, 2 plagosën kanë orë të dera, jënë qu kretë ta djemët që kanë qenë aty në shtabë, edhe i kem qu lodë babës tam aty nodë, ku edhe unë kom qenë të jetu me familje dhe me vllazën. Ka qenë Ramiz Batusha dëshmor tani, edhe vlla i 2 dëshmorve. Në familjen e tij 3 dëshmor, djemtë e Sadik Cen Batushës nga Baballoqi. Ramizi ka qenë në kam i plagosën, e kam një foto nëse muj me përdor të Ramizit kur ka qenë i plagosën. Ky është Ramiz Batusha, i plagosën në kamën e majtë. Po, me te ka ardhë edhe Fazlia, Nofken Fazlia, një luftetar i cili kishte ardhur nga Prendimi dhe ishte nga Podujeva. Fariz Zebica, na atëherë nuk e kem ditë emrin e vërtet ti, po ka qenë si Fazlia. Fazlia ka qenë marrant, ka qenë pjesën lumbale i plagum, edhe kishte mpirje të ekstremiteteve dhe kishte një hemoragji kogjatë madhe. Ju kom thonë këty në djemëve tash se di cili ka qenë, se jenë bo 30 vjetë gati. Ju kom thonë shkoni, merë në Ilmishehin, në Prilep ishte Ilmia alo, edhe ka të ktheni, merë në edhe Ademin, doktor Adem Qekun. Ka ardhë Ilmishehi, edhe Ilmia e ka trajtu Farid, unë e kom trajtu Ramizin. Edhe Ademi ka ardhë aty, po plagët jenë kundë më, Ademi o kundë mjek i fillestar atër, në rastet e runa i veke ka pak më nem. Kështu që Ademi ma shumë më marë me
organizim, kështu ka qenë si koordinator. Në metën 2 plagosën, në metën shpi. Ndërkohë, ka orë komandanti, Ramush Haradinaj, edhe natyra atua, ta më tha, doktor, tha, a je kirurga? I thash, jo, stomatolog jam. Dhe me mirë, po shkoj mirë aty, e pruni edhe ajetin, se Fariu ishte i pëdujel, se pruni edhe ajet për tjerën. Ajeti ishtë plagu po ashtu në Baballaq në gjumë. Ta shu bon 3 plagosën atë. Filloj numri refugjatëve më rritë. Edhe numrit plagosëve më rritë. Lindi nevoja për një spital ushtarak. Aty në shpinë tonë, na ishim gjithantorët e familjes, po edhe refugjatë qëtën nuk pat vend. Në lagje aty ishte një shtëpi bosh, shtëpia e Syl Islama i Berisha, të cilët ishin në Gjermani, edhe në shtëpi ishte vetëm nana e Syls një plak, po që e kishte edhe shtëpinë e djalit tjetër për fundit Haxhiot. E diskutum në lagje aty, edhe me beqen vllahun tam që u merke me organizimin e ushtrisë dhe sigurisë aty, me Ilmin edhe me Ramushin. Që e këqyrëm atë shtëpinë, po nuk jemi hinë të deri sa e mundën miratimin nga djali Syl Sagran Islama, i cili ishte në Prishtinë. Shkova në vranos të hall atij, edhe e thira në telefon, e bisedum, i thash qështu, po na vyn shtëpia, tha shtëpia është e juja, tha bëni çka doni. Edhe pastaj na fillum me bo improvizimin asaj shtëpie për spital ushtarak. Shtëpia nuk ka qenë e mërmetuar më shumë. Atëherë kemi fillu, kemi renovu, kemi plakos pjesën e sallës operacionit aty, banjot kemi fillu me i bo. I qitëm plagosurit në spital, u zhvendosën, filloj më rrit numri i pacientëve shumë. Ma vonë erdh edhe profesor Abdul Krasniqi, kirurgu i njohur, i cili kur erdh, ne na shtoj besimin, po edhe ushtarëve ja rriti besimin, se na veç u shëndrum në spital ushtarak atër. Mas 10 ditëve ndoshta që qëndrum aty të plagosurit, e murëm miratimin nga familjarët e Syl Islamajt, na fillum edhe i qitëm plagosurit në pjesën tjetër anej. Atëre filloj veç fluksi i luftime më të madhe, se u shëndrum në frontet në vijat, frontit drejt për drejt, vija frontit në Baballaq, vija frontit në Carabreg, në Deçan edhe në Lozhë, mas ne filloj luft aty u zgjeru, po njëkohësisht u rrit edhe numrit plagosërve. Ditën për shembull, kur është sulmu Carabregu, i kem pas 68 plagosën për i det. Atë det ka ardhi plagosur në dëshmor i kombit Adem Ukhaxhaj, edhe ka ardhi plagosën një ndër plagosurit tjerë që kanë qenë 36 edhe Ramush Haradinaj. Ramushi ka qenë let në Gesht, ndërsa Ademi ka qenë Kogjeron, e ka pas një plag portën hyrëse në sternum, pjesën e përparme të gjoksit, të dalën pjesën e mbrapme, dhe ka qenë gjendje rond. Ka ardhur me një pneumotoraks, me nximer ke frym. Na nuk kishim as vakum aspirator atëherë, po nuk kishim as mundësi transfuzionit gjakut, se ishim në fillim të fillimit spitalit ushtarak. Ka ardhur doktor Hakishehu, është internist edhe kishte një njohuri të mirë aty, edhe me Ilmin jemi mundu me bo transfuzion drejt për drejt. Edhe aty i kemi dhënë gjak drejt për drejt. Doktor Akia e organizua dhe i kem dhënë gjak drejt për drejt, po nuk kem mujt me arrit ato, me ja shpëtu jetën. Ka qenë afër aty të nejt edhe Hasimja, vajza Sadriuk se Glogjanit, e ka pas grupin 0, se na ja kemi gjetë në gjep çfarë grupit gjakut ka pas Adem Ukhaxhaj. Edhe në bazë të asaj, se është rregull e ushtarakëve me pas grupin e gjakut, jemi mundu me dhënë drejt për drejt, pejt njerit njeri. Po nuk ka funkcionu edhe ka shku. Po ashtu atë ditë ka ardhi plagosën Ramushi, në Gesht, bile do është thonë me fillu, tha ik doktor Qaja, e morë doktoresha Iliriana, ja trajtoj Gishtin. Unë kom trajtu rastet matleta që në konë me qenë se isha stomatolog. Po Ilmija, para se, ende s'ka pasar dhe doktor Avdylin në këtë periudhë kohore, Ilmija i ka trajtu të tjerët, po thuj se të gjithë, çka kanë qenë plagosur.
Mas ne ka ardhi plagosur në Rizë, nëse zgaboj, ka pas prej 12.7 që të parakrahun krejt hekun. Edhe, kur erdh, e boni reponimin e plagës, doktor Ilmia, më tha, na duhet me ja boj longet. Po longeta duhet me qenë e hapun. Edhe unë e kom shku të një kojshia ty ka qenë mekanik, Shemsedin Dodaj, edhe i kom marrë do telat, 04, i kemi saldu, e kom bo improvizimin e longet, se e kom lidh mas ne, edhe e kom bo me alqi. Ja qita unë Rizos, ja imobilizova me qenë sa ishi prej Lepit. Doktor Rakia dhe doktor Ilmia ishin prej Lepit. E dike që doktor Rakia është internist, Ilmia ishë ginekolog, edhe tash unë dhe me këmu nuk më njeke, edhe mendoj që unë jam në ekspert maj malë se ata. E bona imobilizimin, Faria më tha, doktor, tha, ja ki lorë rrët që të pak. Thash, këshëri punë tua, thash, që adin ti për këtë punë. Tha, jo, për këtë punë qef dim se ti si une. Pase, edhe ti si ortoped. Mirë, po shkoj mirë ajo. Edhe mas lufte kër u taku me Rizën, thë ke ma shumë po qoj me këtë dorë, se me këtë dorë. Ishte një kështu. A ditë, kër është dek, Adem Hoxhaj, të gjithë personeli kemi qajtë. Se ka qenë për një tush i ftoftë. Mas 24 marsit, të ramjes 3 dëshmorëve, njërë titanike në epopen e 24 marsit, kur u përballëm me vija frontale veç filloj edhe humbja e njerëzve që cilët kishim besim. Ademi ka qenë e pror ushtarak, edhe na mendojshim që ata s'duhet me dek. E ka qenë një goditje kogjaron edhe për ne si personel. Po atë ditë ka pas shumë të plagosën. Shumë të plagosën, zbashku me të plagosurit atë ditë, ka ardhur edhe doktoresha Ryveloshi, e cila atër ka nejtë në spital, ka ardhur doktoresha Iliriane Asaj, ma vonë ka ardhur Tima ka nejtë në Rëstovic, ma shumë ka nejtë në front, po ka fundi ka ardhur në spital ushtarak, Time Kadriaj, Baton Tahir Sylaj ka qenë specialist i oftalmologjisë, specializant në atë kohë, edhe Batoni ka nejtë aty, Ademi po ashtu veç ishte në koordinim. Filloj mu rrit numri pacientëve shumë, fillun mu zgjeru vijat e frontit. Edhe erdh Avdyl Krasniqi. Profesor Avdyl Krasniqi erdh zbashku me vllaun e vet. Agim Krasniqin, laboranti, i cili paraprakisht kishte punu në spitalin regional të Pes, edhe Adem Krasniqin, i cili kishte punu në salë të operacionit si instrumentar në ortopedin Pej. Do me thonë, 2 njerëz që na hyshin punë shumë. Mas ne aty kishim personel të mesëm, se fillimisht ka qenë Valbone Berisha, vojza e Oelstam, edhe ka qenë Hyrie Berisha. Fillimisht kanë qenë vetëm këto 2 motra medicinale dhe Shqipe Qeku që ka ardhur. Ma vonë filloj të ju rrit numri. U bo imobilizimi gjithë lagjës. Të gjithë djemë të lagjës, vojzat, plesht, të gjithë ishin pjesë e spitalit ushtarak. Të moshuara që i kishim pak më të moshumë, i paten caktu si sigurim në derën e kryesore të spitalit. Mas të ardhjes doktor Avdylit, ka ardhe doktor Rimer Mekaj, transfuziolog, ka ardhe me një infermiere Begire Gjbogaj, e cila po ashtu ka punu në transfuzion. Edhe doktor Rimeri ka nejt 2 net në shtëpin tonë me doktor Avdylin. E ka përgadit stafin aty, me qenë se kishim laborantat, tash u bom laborantat mjaftueshëm, u bo Begia, u bo Agimi, Gjyla gruaja jame ishte laborante, do më thonë u bon 3 laboranta aty edhe fillojmë edhe stafi me se mu kompletu. Do më thonë, kur kanë ardhur ta, mas ne kem fillu me marrë rezervat gjakut. Edhe kemi bo rezervat gjakut për 60 plagosur. Ka qenë vullneti enorm i qytetarëve edhe i ushtarëve për me dhuru gjak. Po, grupën 0RH negativ është ma e rrallë në njerëz, edhe janë njerëz ma pak që jepen, po fatbarësisht kishte pas, prej aty në një ndërta ka qenë profesor Avdyl Qeku, që ka ardhë, ka qenë Ajshe Mushkolej nëse zgabuhem, ka qenë kjo vojza që i dha Adem Hoxhës atëherë, edhe bom rezervat gjakut mjaftueshëm. Prej aty na veç u bom institucion atëherë. Kur ka ardhi plagosur i njerëzish,
Mas 15 minutave ju ka caktu grupa gjakut edhe interakcioni ju kanë gjitë boca gjakut atyre që kanë pas nevojë. Po, na vyke tash na rrit nevoja për me krijimin në sallë të operacionit. Na dashke me bo tavolinën e punës, na vyke vakum aspiratori, na vyke aparati anestezionit, na vyshin bocat e oksigjenit, si qeshim. Me doktor Ilmin kemi shku në Likovc. Edhe imi taku me Fadil Bekën në Likovc, na ka qu Ali Hasku me një gjepe ka pas. Do më thonë për qelë se kemi pas Alin, kemi shku në Likovc, jemi taku me Fadilin, kemi kërku boca. Por nuk kemi mujt me gjetë, se edhe ata kishin munges. Na thanë me shku në Malishev, me këqyrë mos po mujmë me gjetë në Raovec. Kemi shku në Malishev, nuk i kemi gjetë. Kemi shku edhe në spital në Banja që ka qenë në Malisheva, sa aty s'kemi mujt me ashtu, jemi nisë për Raovec, para se me hynë Raovec, jemi shku në shtab të uqekes në Raovec, edhe ja u kem lonë këtë prosi, na kanë thonë këtheno jo, më sini ma kënej, na këqyrim edhe ja u bujmë. Ma vonë na kanë qu bocat e oksigjenit kanë ardhë, por na kanë pru prej Likovcit edhe një tavolinë kirurgjike. Herën e dytë, kër jam shku, e kom taku Mustaf Selmona në Likovc, që jo shku mu furnizu me materiale, edhe ja kom qitë tavolinën kirurgjike. Në Likovc jam taku me Margaret Bryson edhe me doktor Ilir Tolen. Margareta Bryson ka qenë delegate për shëndetësinë atë kohë. Edhe më thanë të gjitha trevat e luftës kom qenë, ta vetëm duka gjenë nuk kom mujt me ardhë. Tha, kisha mujt me orë spital ushtarak. E i tregova që kem munges të ilaçe, kem numër enorm të plagosërve. Tha, kisha mujt, thash, duhet mu konsultu me komandantin. Ramushi nuk leke në zonë kërkan me. Nuk leke me fotografu. Do më thonë, as në kalon me inqizu, as me fotografu, heq në zonë strikt ka qenë mbyllë. Për shkak, se ishte vi frontale, edhe më ishin njerëz mu infiltru. Edhe mos me dalin informatat. Edhe tash, kur erdha i thash komandant qështu, jam taku me Margaret Brysonin, ka lyp me na ashtu, kanë me orë të premten, vinë në peje, edhe prej peje kanë me orë një sneqa. Tha po me shku me i morë në logjë, me i fut me një kom të mbyllon, tha edhe me i shetit, me i qu ka vra në oci, anej me i këthy, mës me dit ka përshkojnë, se ata nuk janë vesh të kryqit kushta. Tha edhe din ka përshkojnë. Ndërkohë jam shëndru në me ta jam shku një snesh, ata më kanë ikë edhe i kanë nalë në punkt të tyrjet të Zhniqit të Brejat. Ordra mu që taku me ta ka qenë Endira Linda Bunjaku. Edhe Linda ka qenë punëtore kryqit kush që disa herë na ka ndihmuar. Edhe i thotë unë po du mu taku me doktor Selmonin. I thotë, unë jam komandant, i thotë Ramush, i thotë, po na kem bisedu me Selmonin. Edhe tash, kur erdha unë është hera parë që Ramushi ma kanë ngritë zonën. Më tha, mere këtë shoqen tonë, tha se për deke shumë. Tha, rini qëtu nuk e lejoj Lindin me shku në spitale, murë Margaretin, edhe as mus më la vetën me ta. Ma la ram Hamzen aty me mbikëshyrë gjapo plasë me te. Po na prun një kontingent borna mas në i kryqi kush, mas 3 ditëve na gjujtën një raket tok-tok. Edhe për kundre që kur vike Ramushi në spitali ushtarak, të ke rrinit sigurt, se spitali ushtarak o i mbrojtë ndërkombëtarisht, unë i kom qu kvotat që këtu është spital edhe ju si u prek kush. Po, na gjujtën pak ngat, jo ka ty bash, po këgja ngat. Në Hereq, po ashtu ka qenë beteja drejt për drejt. Edhe u plagos një ushtor që im vjen shumë keq që tash nuk ja di jamnin, po ashtu ka qenë me snajper në pjesën e përparme të stërnumit edhe të qinë në mrapa. Po thuj se për afërsisht plagën si ta demukajs. Edhe atërve që sharë, doktor Abdil Krasi që aty, më tha Allah Marcel, tha nuk mundet me mbijetu dhe i natje kë. I thash, pse profesor nuk mundet? Tha se e ka prek në peritoneumin e mushnive, pelhurën e mushnive, tha edhe ka pneumotoraks. Tash kur hin ajrin mes mushnive kështu, nuk mundet me marë frim. Tha s'kem vakum aspirator, ne vakum aspirator, tha me po se shpetojmë. Thash, po, sa të vynë shtypja, kesh i ta që po të vynë. Thash, po ta bëjë unë, tha ti, kreti bën. Edhe kom shku e kom marrë një bakal, qelqit,
ja kom bo pjesën e sipërme me akrilat autopolimerizus, i kom fut 2 gypa në ta, e kom improvizu enën e vakum aspiratorit, e kom marrë një fshis të rrymës, edhe e kom improvizu në gyp të sjellësit, në gyp që u itim, edhe ato e kom zvoglu, e kom fut në gyp të infuzionit. Për minal e kom marrë një pean, edhe jam shku, i kom thonë, prof, që vakum aspiratori, e ka provu në noja, pa ja për ngre. Tha po, edhe tash ja ka instalu atit plagosëri. 4 ditë kemi majt me fshisat rrymës, me vakumin aspirator të improvizum. Po unë nxeshin fshisat rrymës, edhe tash ja u kemi mbledh krejt lagjës, se s'qëndroj kemi një orë, nxega jo. Krejt lagjës ja u kemi marrë, kemi lo pa fshisa, edhe mas 4 ditëve ka arë shfetim robaj. E na ka pru vakum aspiratorin, na ka pru edhe aparatin për anesteziologi. Me qenë se shpetimi ka qenë anesteziolog, ka qenë shumë plot humor ka qenë doktor Shpetimi, për pos që ka qenë një ekspert shumë i mirë, i lamiz vetë, ka qenë njeri i gjallë, ka pos gjallërije të jetës. Edhe po më thëta, Selman, tha shur no, dok, tha përshka të ka morë molli. Thash, adin përshka më ka morë molli. Tha përshka, me dalë në asfalt, se kur dalim në asfalt e fitojmë lirin. Për që atë më ka morë molli. Edhe tash o këthy, kur o këthy, ata punojshin në galaksi, po punojshin për kryqin e kuq. Edhe thët, i këshin la duart krejt ata, ton ishin bo budal. Edhe këtë shokë janë ishin rrugë mu bo budal. Po, kur na pruni shpetimi ato, do më thonë, shumë në ndihmoj. Mas nej, është operu, i kam të do foto, që kisha dasht me fol për foto edhe me i komentu edhe plagët e këtyne. Kjo thash është Ramjes Batushaj, i plagosur i parë, i spitalit ushtarak me fazle Shkozën. Dërsa kjo është Shkelzen Haradinaj, me Rasim Himen, babën e dëshmorëve, dëshmorit Him Haradinaj edhe komandantit Bojar Haradinaj, cili 18 hera ma shumë ka qenë i plagosur, erdhen nodë të one. Se mas ju bo spitali ushtarak, nodë temë, unë i bëjsha shërbimet stomatologjike mas nejnë. Edhe shërbimet stomatologjike dhe ndërkohë shkojsha aty. Kur erë Shkelzeni më tha me hek telat që ja këshit doktor Shqyqa, i tha Shkelzen, nuk bën mu hek para 6 javës paku, se nuk formohet kalusi, nuk në gjitë kocka, e mund është të hungër me thy nofën. Tha, apo me hek, apo i hek i vetë. Edhe, kish provu Mustaf Selmona i mja hek atje ku ka nej nodë me ta, po ndërkohë e ka pru Rasimi edhe kur erdha. Ty i thash, komandant, nuk o konë mirë me hek, tha jo veç me hek. Edhe ja heka tela tonë. Kur ja heka, u dash mja pastru, se 3 javë që kish nej me tela, u dash mi pastru, e kom pasbu një aparat të improvizum edhe aty, për mja në qitë nej, mja me dhimbje në diçka pacienta. Ja heka tela, ti thash, komandant, në qofë se emrim luftën, dham t'i kipe i meje. Rasim Hima i tha une, rrallaj ty Rasim, shpresoj që ka me të marrë nëj granate, vitabin nëj lull të vorri. Mas lufte, Shkelzeni ra dritë post, edhe Rasimi erë më ullë në karrik. Tha, ke arru shkam ke thonë, thash, ja, s'kom arru heq, ja u pa fsharin. Edhe e kryva obligimin, e majta premtimin që e dhash. Këtu është në fotografi, është një luftetar i Grykës Lapushnikut, i cili ka shku me marrë arme, dhe ka met 4 ditë në pyll, ka qenë i plagosun prej granate. Në shikim të paru duke që s'ka kur gjo, ka pas plagën në gjoks. Edhe, kur ishin rastet e leta, më leshin mu me i trajtune, e pastrova, nuk rengenin se kishim montu halaci me pa ako nëj pjesë granatës, mas 2 ditëve, besën në realitet ju kesu gjendja këti. Kur ju kesu gjendja, kolaboj. Edhe erë doktor Abdyli, kur kolaboj, veç ish fry. Tha bema një skalp, ja kanë qu motrat një skalper, ka bo një incizion, ja ka fut një dre, edhe filloj u shpetu, tash është në shëmirë, këtë djali, edhe ka shpetu. Në betejën e Logjes, vjen Binak Dinaj me dorë të amputume. Dhe më thonë, kur ka orë spital ushtarak, ka orë pa dorë. Atë natë kom qenë unë e kujdestar, edhe kur ka ardhë, me thonë të drejten, ka qenë, e kom një vetën shumë ciklet. Se si është e lami e jamja.
E kom marrë vetëm ja kom bo hemostazën. Hemostazën do më thonë nalje në gjakderdhjes, i kom marrë disa për ana, i kom nalje në të gjakut, edhe e kom fashue. Avdyl Krasniqi atë ditë ke shku në Vranac, në shtëpi vetën me gjithë vlla dhe me kushërinë e vet Ademin. Po kanë dëgjuar shtenat, e atë ditë ka ardhur herët. Kur ahi Avdyl Krasniqi, ma shumë jam gëzu se kur më ka lind dinori mastri qikau. Edhe i thash, dok, tha sel, koka kesh, tha, përgatit na një brënd sek. Tha, që po duhet? Tha, duhet mja prej kockën, tha se nëse ja lumë të thepitun, indet e buta nuk munden më shëru. Tha, duhet me prej me rafshu kockën për më shëru indet. Edhe tash e ku marrë një shartë hekurit, e ku marrë një enë të metalit, si legend që i thëshim, po të madhe kështu jenë të kuzhinës, e kom qitë 1 litër alkohol, e kom dhezë dhe e kom djeg me një pean ginekologjik të katë, e kom djeg sharrën. Mas ne e kanë fut në salë, edhe ja kem këput dorën aty, doktor Ilmia ka qenë doktoresha Iliriana, Avdyl Krasniqi, Avdyli e ka udhesh në këtë rast këto, edhe ju ka këput dora. Sot Binagdina i fatvarsisht është gjallë dhe përse o dasht me i bo disa intervenime ma vonë për jashtë vendit, unë shfrytëzoj rastin edhe Binakin edhe të gjithë ata që i lanë gjymtyrët dhe derdhen gjakun t'i falimderoj për këtë që na dhanë për lirin. Binagdinën e kom pa si një karakter që rrallë herë shef njeri unë jetë. Ka qenë një personalitet shumë stabil, e kishtë të qartë që thot Kadareja njeriu i cili niset në start dhe nuk e ka cakun e qartë nuk do të mrinë kur. Ky e kishtë të qartë cakun. Dhe e dinte ku është nis dhe ku do të shkojmë. Absolut nuk i bën të përshtypjes që kish hup gjymtyrën. Edhe na kur vendin plagosurit, ja u preshim rrobat. Edhe ato rroba i gjujshim. Ky kish pas do sene do dokumente në xhep, edhe të nesërmen tha, i ka thonë aty një Daut Doda që u përkujdeske për të plagosën kështu. I ka thonë, i kom pas bre do sene në xhep që tu apo këshyre ja bjen. I ka thonë, Binak me pa ditë për shtot kisha vra vetë. Po Binaku edhe në atë periudhë kohore, edhe për kundër e saj, që i kishte hup dorën, kishte sens humori dhe kishte stabilitet. Kishte epte përshtypjen e një karakterit fort, si që është Binaki. Këtu është një fotografi, këtu ja amputu dorën, po është edhe një fotografi në ordinancë timen kur ka ardhë Binaki, edhe ja kum pastru dhënë. Në foton tjetër, është një luftetar, po ashtu i shkelqyshëm, është i grupit Gjakovës, Arben Bobani, cili po ashtu ka ardhë me Yll Morinën, kanë qenë të plagosur, jenë trajtu në spitalin, fillimisht në spitalin ushtarak në Erznish. Arbeni ka qenë i plagum në fytyrë, pjesën e mandibulës e ka pas 2 cm kockës të hekun edhe disa dhëmë krejt të gjujtur. Nervi mandibular u shifte sikur peani. Unë kom qenë stomatolog, po nuk jam kirurg maksilofacial. Në atë periudhë kohore nuk ka mujt me ardhë asë një kirurg maksilofacial se unë bëllë. Edhe për kundre që bisedum jem shku në Vranac me thirë shyqen, po nuk ish mundësi me hy, asë Osman Sejfia nuk mund të me hy në atë periudhë kohore edhe, mu imponu, me ja boj mobilizimin une, me hy në salë me Avdyl Krasniqin. Profesor Avdyli tha unë indet e buta i boj, tha po indet e forta i mobilizimin nuk mu imi bo. Tha shprof, nesër po him për ja boj. Me thot drejt hina dhe njerë në librën e kirurgjisë maksilofaciale, qyra që shbohet i mobilizimi, po si kur në provem o drejtsha. Tela nuk kishim. Preqim me në orë telat, edhe i komar telat me të cilën të bojnë kangjat në grepat, retinus në proteza, i kom pas me rollëne, edhe e kom improvizu telin për imobilizim. To i hinë salë, ka ardhë një vajzë, edhe është deklaru që është motra Arben Bobanit. Edhe i ka pru telat. Kur i pru një, atër veç në vletësu puna. I kom qitë telat, ashtu që shkom dit, edhe doktor Avdyli e ka bu indet e buta. Ky operacion ka qenë operacion i parë
për me vazhdu ma tutje. Se u dashte me shku në një klinik të njoftun. Për pos Arbenit, do më thonë, për pos plagosurve, njerëzniq, Ilmishej, për pos punëve që i ka kryu si kirurg plagët e plagosur, ka qenë ginekolog, edhe janë bo x lindje në njerëzniq. Atëherë nuk mjafton të veç ajo shtëpi për spital ushtarak. Krejt lagja u shëndru në spital ushtarak. Do më thonë, e bom kuzhinën në anën tjetër, në një anë atje e bom mu kontrolu të civilet, në një vend e bom ljentorën, po rret fluksi, na i treazhëshim të plagosurit në përshpia, po disa u dashke për me i nalë, se u dashke ndima konstante e mjekve. Do më thonë, kemi shku edhe në kafën të Blinat, ajo ka qenë pronë e Musa Haskut, edhe atje kemi shku të plagosur të cilët kanë qenë në ekstremitete. E këtu e kom marrë një fotografi, lindjen e një djalit në luft. Pse e kom zgjedhë këtë fotografi? Sepse ka një historinë vete. Djali dëshmorit Sadri Latifaj. Sadri Latifaj ka ra dëshmor të vepru armatimin. Disa ditë po ai lind djali. Edhe kur ka ardhe gruaja e Sadrit me lind, ka orë në shpite ne. Kjo kishte, nana saj kishte qenë të zake me nanën time. Unë se kam ditë atë detalj. Edhe doktor Ilmiu e ka kry lindjen, po që kam ka bu për shtypje që thonte, po donë me mjanë gjitë djallit e emnin Sadri. Qësh muj me thirë djallin e emnin të burrit? Sot këtë djalli veç tash i ka bo 20 të sa vjetë, i dëshiroj jetë gjatë dhe sukseset njëtë. Këtu në fotografi është edhe një dëshmor, në salë shifet une dhe Adem Krasniqi, në fotografin tjetër po ashtu është doktoresha Iliriana, dëshmori Hysen Arifaj i Pacit, ka qenë një profesor, komandant ka qenë aty në Rek të Keqe, po ka qenë një karakter shumë i fortë. Edhe për kundër gjithë aty në plagëve ju jepte morale dhe ushtarëve tjerë. Po ra për të mos vdekur kur, ka vdekur në spital. Dëshmori i kombit tani Hysen Arifaj, i cili u transferu prej Rek të Keqe e prunë në spitalin ushtarak në Erëzniq, kishte plagë të rënda. Në një periudhë kur u dasht me stabilizu për me mujtë me fut në salë të operacionit, edhe kemi prit deri sa ka ardhur Ilir Beqira i prej Gjakovës si anesteziolog, është kompletu stafi dhe hin në salë, disa orë kanë punu në salën e operacionit, po fatkesisht nuk mujtim ju përballu plagëve të rënda edhe operacionit dhe tani është dëshmor, lavdi e përjetshme për dëshmorin Hysen Arifaj dhe gjithë dëshmorët e ranë. Ky emision nuk mjafton me i përshkru të gjitha plagët, të gjitha dhimbjet, gjitha tynët të cilët kanë marrë pjesë në luftë edhe plagët që ja u kem trajtu aty. Ndoshta me javë edhe nuk do të mund të shpalosim të gjithë, kështu që unë kërkoj falje nëse dikon e harroj, se me siguri e harroj, se ka qenë numri me mia i pacientëve të cilët janë trajtu aty, unë i kom marrë disa, edhe pse tash kanë kalu disa vite, e disa që më kanë met në kujtesë, dhe vetëm këto foto fatkesisht në kanë met, se foto tjera në kanë djegë në Malishev, nuk kem mujt me i marë. Këtu është një foto tjetër të plagosurve, është Recep Dacaj i Erëzniqit, një djalë i njësi speciale, i cili o plagu ditën kur ka ra dëshmor Altin Haskaj, edhe ky ka pas plagë trona, si dhe është Uk Rapini, me nofken Uk Rapini i Klinës, Shaqir Krasniqi, i vrar mas lufte, i cili mas lufte ishte e prur në TMK. Recepi është plagu ma heret, edhe është trajtu, ndërsa Uka është plagu në vijën e frontit në Gërdaja,
është plagu me snajper, ka pas plagën në abdomen, 22 vende i ka pas zorë të shpume. Dikun 2 metra zorë ja ka hek doktor Avdyli, po çka është shumë rëndësi këtu me potencu, atë ditë nana Uks, se rrinte në fshat poshtë të Qekaj, të Milajm Qeku, edhe kisha orë të ne, në shtëpi. Si koincidencë ka orë nana e Uks edhe nana Lavdim Likës dëshmori, cili ka ro dëshmor po ashtu në Carabrek. Unë nuk kom pa njetë nëjherë 2 nana ma të forta. Nanën e Lavdim Likës, kër ngushlojshim për lavdrimin, i thëshim ngushlimin, thëjke, jo, Zoti ju lash nash juve, se ju ka met një pushk mangi. Se unë për qëta e kom bo djalin. Dhe më thonë, ka qenë një nanë malsore. Edhe vërtet, na jep të kurajo. Edhe nana Uks, kur e pa shunë në salon, në mbylla derën, dola nuk folja me te. Ju kishtë thonë, vajzat mija, qa pa doktore që s'foli me mu. Mas ma ka gjetë dishka djalin. Dhe më thonë, ajo ndjenja nanës. Uka është trajtu në spital ushtarak Njerëzniq, ma vonë është trajtu prap jashtë vendi, edhe Recep Daci o trajtu jashtë vendi. Në atë periudhë kohë, unë i kom lyp komandantit, me dalë me Recepin, po unë fizikisht nuk isha mirë atër. E më tha, jo, tha doktor, tha, nuk mund është me i përbalu rrugës, tha dhe ju bo është barë djemve, se u dashte me bajt në barel Recepin me qita. Ne atër ka shku Ademin e ka qu në Shqipëri. Këtu është edhe Shukri Haskaj, shifet në foto, edhe një djallë këtu që nuk po më kujtohet emni, dhe më thonë që janë trajtu në spital ushtarak Njerëzniq. Po ashtu është Recepi, Valbune Berisha, Mimoze Berisha, edhe Time Kadria, doktoresha Time, po ashtu edhe Shukri Haskaj në foto që po shijen. Këtu është një foto e Uk Rapinit edhe Recep Dacit. Recepi ka qenë këgjaron një plagun, po okun pacienti pa disciplinë në Recepi okun. Sa kënajke, sa piskatke. Po vërtet ka pas plagë trona, po fatë barëcisht ju mbjetoj plagëve edhe dulja është vendi tani është mirë. Do më thonë, është stafi mbështetës, Motra Flore Berisha, Shqipe Qekaj, stafi mbështetës, Mimoze Berisha, Ganimete Berisha, Fatime Dodaj, Sadete Dodaj, në foto që to po shifen. Këtu i kam 2 fotografi, është një fotografi, ku është shtëpia ime, edhe plaka që e kemi qitë mbas marimit të luftës, dhe këtu është shtëpia e Syl Islamaj, shtëpia cila ka qenë spital ushtarak, në të cilën kanë marrë ndihmën me mija ushtarë. Është rasti i plagosjes Enver Haradinajt, i cili o plagos në ofenziven e Gushtit në Glogjan, ka ardhur me plagë trona. Doktor Avdyli tha, është kogjaron, në qoftë se nuk është tim në callë, nuk ju mbijeton plagëve. I thash, dok, po, pështim. Tha, na vynë anesteziologu, tha, edhe lavi komandantit dyre doktor, tha, erbë ca ilme, dritë post. Më tha, doktor, qësh është gjendje? Thash, mirë është. Enveri është mirë, bëca ilme, ma mirë është, ka mu bo mirë, duhet një intervenimi i vogël, po ka mu bo mirë. Inshallah, zoti ju një moftë. Nuk dojsha me ngarku, bëca në ilme. Pastaj ka ardhur komandanti Ramushi. Tha, doktor, qësh o puna? Tha, vëllai moshkli ronë është, edhe më tha, doktori, nëse nuk është tim callë, nuk ju mbijeton plagëve. Ani që po prit një tha. O Imran, moshkull, qaj ki pun, tha, bënë i fort. Dash me nej me ne këtu rri më zdash, luani të pret atje. Une nuk kom pa njeri me qenë ashtu i fort, moralisht, edhe me ditë qëllimin për shka njësë luft. Edhe i ka thonë Avdylit, doktor, kjo është ushtarë si të në ushtartë. Dasht me nej me ne këtu rrinë, më zdasht, lufto kjo. Edhe ka shkuar natë, nuk e kem shtinë salë të operacionit, nesër me në mëngjes, u kesu gjendja shumë në teren.
erdhë anesteziologu prej Gjakovës, edhe Ilir Beqiraj, u fotë në salë. Më tha, doktor, që shë gjendja sigurisë. I thash, doktor Dyll, 300 ushtarë kanë rrëthu spitalin. Unë e konsideroj që jeta jonë nuk më e rëndësishme se e 300 djemve këtu. A shofë se deshin që tave, në s'kem shka lypi mërë në. E në hinja ta në salë, veç 2 roje ishin atër, se ishin kretë njerës që ishin shpërngull, e ishte situata shumë e ronë. Ka zgjatë diku 4 orë operacioni. Ato kanë qenë 4 vjetë për mu. Hisha mrenë, delsha jashtë. Më thëjke, i thasha, ja, mirë, aty kur hisha, unë mundojsha me rujtë gjaktocin, kur delsha jashtë më rrakshin ethet. Kur o kryje, i kom thonë, doktor Dyll thash, sa më shpejt me imblijat qaklet. Tha pse? Thash veç 2 roje i kemi. Thash se krejt janë tërhek të gjithë njerëzit edhe pacientat veç i distribuum në përvenet ndryshme. Një ditë përpara ka orë dhe Dauti i plagum. Dauti ka qenë pjesën e krahut edhe në klavikull, e ka pos një predh këgjat, një plagë këgjat thellë. Edhe unë i këqërsha, po mas ne doktorat e trajtojshin. Edhe më tha, doktor Dylli, aspiraja pak gjakin. Unë i thash Gjyllës, grus temë Gjyll, më në tëna aspiratorin, e t'ja thitim ajo, më nëjke me fut gypin e mandë voglin. I thash, o që në sen i mandë në sen të vogl, po i voglin të madhin. Aty e përdora një shprehje pak ma banale, edhe Dauti i shkoj buza në gaz, edhe pse ishte në gjendje shumë të keqe. Po, të gjitha plagt e tyne, na i kem përjetu. Na si staf, për pos trajtimit që e kem bo, na kemi marrë ka një vrasht prej se cilit. Se do me thonë, dhimbje në se cilit, ka një pjesë se kemi marrë na. Ndoshta të plagosurit që kanë qenë, janë kujdes për plagën edhe vetë edhe për veti, po ne na ka godit çdo plagë çdo njonit. Po ashtu kom pas nderin me trajtu Bujar Haradinin, një luftëtor i cili ka 18 plagë në trup. Po unë kur o plagu prej snajperit, kanë shku një kolegi jam, i ka thonë, ja, po du doktor Selmoni me më këqyrë, se ka menu që unë jam i gjithë dishmi. Edhe për fat të mirë, ajo ka qenë fat në fatkesi. Bujarin e kanë zonë me gojë hapur. Edhe në pjesën e masme, para angullus mandibullës, i ka hin plimbin, nindet e buta dhe i ka dalë në anën tjetër, nuk ja ka prek as kockën, as dhëmt. Ajo një mrekulli e Zotit, që më mënu të njetën me bo atë punë së në banë. Po ja që, kur njeri është me ymer, i qëndran. E kam edhe një ngjarje me Dautin, kur erdhë me Ramushin në spital ushtarak nalt, edhe më thët, doktor, tha, po më dhamin gojt. A ki na i fasht plastikit me i pështjel gojt. Edhe tash, Dauti o konë i ri. Një vetë, një gjenerat, para qikës të jam e mimos. Dhe më thonë shoke, kom njoftë si fmi. I thash, dhamin gojtë e dham, gjithkun, u shpreja keq, kur s'ta ka qupë se e ki njës luftën. Dauti pak i zi, jo veç o bu krejt zi. E ka që dorën në revolje. E ka këqy Ramushin. Ramushi ja boni me kry. Kjo e se në finë dhe najdet. Edhe mas 2 ditëve unë në shkova në shtab, me marë, më duket benzin, as di shka na vyke për generator, se unë nalke rryma ka njerë për mësë më na u prish rezervat e gjakut. Edhe u takova në Faris Selmonin. Se tashaj po më thati, kuja që e makinë, e ke prej aty, Dauti. Unë o bona këshen nuk për një. Se për shërë, Ramushi ma pa donë një leje, që shkrujke e prori lartë të spitalit ushtarak, edhe ashtë i lirë me qarkullun të gjitha trevat që i menagjan në UQK, i kontrolon në UQK edhe në Shqipëri. Edhe unë mendova që jam faktorin altë tash në UQK. Dautis më veken sy. Kur më ka bo, tha,
Heke atë makinë për aty, të folë me farinë që anohen pullë heqë. Kur ardhë e kanë zerë një kollë të barë që ka shkolltin e Luanit që e ka pasë. Një karikator më ka fut mikri, pim. Edhe unë unë të ashë. I thash Daut, thash me ko budallu në qojtë dorë në revull. E kisha revullin të kalashin në kerë, një 2 bume aty për para. Thash e qoj e mbranti, po unë e bona i meqëm. Ku mi parku kerën unë? I ka shku buza nga zda qëtash për di që ki bo ajgare. Tha një emi, tha ndash me vazhduar të, mo në vazhdofsha thash me ty mus, di shkam koftë. Mas ne kur i plagosën, më tha mësu hakmer. Për posë në gjarje trona dhe kështu, ka njëre kem pasë edhe pjesë të humorit. Me qenë se në spital ushtarak ka kalu një numër i madhë, edhe i personelit, edhe i plagosërve, edhe jenë kalu ko gjatë do vite, mund të harroj dikon. Në qofë se dikon e harroj, kërkoj falje para prakisht, se mund të harrohen, jam mundu me i shkru ata të cilët më kanë ardhur në kujtes, e menoj që nuk kom harru, po në qofë se dikon e kom harru, i kërkoj falje para prakisht. Fillimisht Spitali Ushtarak ishte doktor Ilmi Sheu, doktor Haki Sheu, doktor Selman Berisha, doktor Adem Qekaj, doktoresha Iliriane Hasaj, doktoresha Rjuve Loshaj, doktoresha Rjuve Time Kadrijaj, më vonë ju bashkan gjetë profesor Abdul Krasniqi, doktor Baton Tahir Sylaj, Agim Krasniqi laborant, Adlem Krasniqi infermier, mjek dhe staf të cilët kur i kemi thirë si bashkëpunëtor të jashtë mund t'i quj, Doret Din Krasniqi, ju është komandant në Vranoc, po e frekventon të spitalin disa herë, doktor Imer Mekaj, si që ka ma herët që ka orë dhe ka përgadit stafin për transfuzion në gjakit, ka në e dytit Spital Ushtarak. Anesteziologu Ilir Beqiraj, doktor Shqyqri Memaj, i cili ka orë në kontinuitet në Spital Ushtarak, Enver Mujaj, ortoped, bile Enveri kur në i shike, thëjke mirë, ko ki ka ja u bëni longetat, vazhdojni qështu me i bu. Ka orë doktor Shpetim Rubaj, ka orë Fazli Shala, Syl Bruqi, Smajl Avdimetaj, Hysen Mazdrekaj, Mustaf Hajosaj laborant, Ilir Tolaj, e plot mjek të tjerë të cilët kanë orë që tani nuk më kujtohet. Stafi mesëm, kuadri, fillimisht ka qenë Valbone Berisha, Florije Berisha dhe Shqipe Qeku. Do me thonë, këto trijat kanë qenë fillimisht. Edhe Gjyle Berisha, bashkëshortja ime. Agimi dhe Ademi erdhen, si që ceka ma herët, me doktor Abdylin, Begire Zhbogaj erdh me doktor Rimerin, Bujar Alishka i po ashtu absolvent i stomatologjis erdhen në bashkan gjithë, Recep Ramosaj ka qenë teknik i radiologjis, edhe ky ka qenë staf i spitalit. Stafin dimës, për pos stafit profesional që kanë qenë infermierë dhe mjek, ka qenë edhe stafin dimës, i cili jo për kujdes për të plagosërit aty dhe do më thonë kanë kry një punë shumë të madhe dhe stafin dimës. Stafin dimës ka qenë Ganimete Berisha, Mimoze Berisha, Sadete Dodaj, Fatime Dodaj, Daud Dodaj, Anita Islamaj, edhe ndoshta e kom harrun ajo, nëse qoftë se e kom harru kërkoj falje. Sigurimin e objektit, e ceka dhe ma heret, e kanë bo Hasan Berisha, Halil Berisha, Halili tani dëshmori kombit, Mal Berisha, Zenel Mushkollaj, Salim Mushkollaj, Esat Mushkollaj, furnizimi. Furnizimi ka qenë një pikë shumë e rëndësishme, edhe ka qenë e nevojshme, se na kur kem fillu me një starizdator të amin me disa mjete që i kom pas në ordinancë, nuk kem pas mjete, edhe nuk ka dasht mas nej me këqyrë. Në fillim, po sa e kem themelu spitalin, po da lirëzni që mu mobilizu, kom anë Prishtinën, me qenë se i kisha do dokumente si kom qenë një smut, e isha trajtu në Beograd atër, kur më nalqin u thirë shanto që jam të shku të mjeku. Edhe kom arë të Ilir Tolaj, kemi shku në Nan Terez, jam taku me Zenel Kelmendin, profesorin. Edhe mi kanë bo 2 dobosha mjete kirurgjike. E kom arë një shoqë që temen me cilën kom punu në shkollë të mesme të mjekësisë, profesoresh i matematikës, tani punën edhe jeton në Amerikë, Gjyle Krasniqin, më tha, Sel, po vi me ty se ti sërbesh nuk di mirë, tha me të folë të këputin.
Edhe tash, ajo kishte studiu në Zagreb, gjuhën e njeftë e mirë, na ka nënë në Komaran. E ju tha, e një lodhë marë vllazën. Tha, Zoti i vraftë ta, në këtë dilë mi ushtimi bajt ka qëran. Tha, ku e një njësë, tha, e kom nënën smuta, janë pe, tha, për du më shku mi pa me këtë kolegin. Tha, keni kujdes rrugës, se mundën mi u dalë uçka. Tha, na për i lajmërojmë punktin në Komaran. Veç me më ka qelë Gebekin, e mi aftu shmakon. Edhe kur jo marrë në Kaprilepi, jo marrë një rëzdiq, i rëzdiqëve që ishin konë mobilizu kur u ktheva. Tha, shami pa ditë që i një dalë kur si shashku. Që aty kem fillu me mjetët e para. Ilaqet që doktor Ilmija edhe Hakia i kanë pas, mas ne i fshati i rëzniqit patenqit, jemi furnizun të naont. Jemi furnizun nga grupi i pejonve, nga kryqi kush në dërkomtar. Edhe një rast për furnizim e kam që më duhet me cek, doktor Hakia Mamushi një formati ta 4-2 faqe që ka na vyshin një laqe. Edhe tha me shku një barnatorën pej. Profesor Zenel Kelmendi tha, që ka të merë, në nshkrunit 3 mjek, tha na ja u pagujmë. Unë shkova të një djallë që i punoj që në laborant ka qenë, i dhëmve, edhe shkova në laborator. Ka qenë një pija Demlux. Kur shkova aty, Tahir Luka baba i tim, tha, qysh je ardhen? Tha, krejt e din që je poshtë atje. Rallaj Tahir, më kanë prunë 30 ushtarë, vesh një kime me mungu, po të ka dzejt del të lashe. Isha shku vetën me kerrin e kom pos kadet me registrim vranje, se kom pa blenë për shev, lëq, tema e kreje. Edhe i tha shtirma një doktor në Zhmitin Shalin e thiri Nezhin erdhë aty. Kur erdhë, tha, je budalti, ja, që ka puna jote. Jemi shku në barnatore me një barnatore që s'du me përmentash. Edhe ja kom qitë listën, na i kanë bu gati, tha, kush i pagun. Tha, shemi da gërdu që me i pagu qeveria e atërshme. Tha, shpo nëse donë, mu i me t'i pagu kesh, tha, ola mirë i shku në kesh. Edhe që kom shplu e kom pas një mantil gjatë, e kom shplu e kom qitë kallashin, në tavulin, edhe 2 bomba. Këta me shara, këta frenkat, u silshin anë e kënej. Shtini, tha se frenkat. Edhe unë jëm dalë me Nezhin, ekipi mas nej i ka prunë i laqet. Mobilizimi që është bo, për mu bo spitali ushtarak. Do me thonë, me njerë, si ka nërë këta 2 plagosurit fillim që e ceka, krejt lagja është mobilizu. Të gjithë djemë të lagjet, na edhe dvëgjel kanë qenë të mobilizum edhe në shërbim të spitalit ushtarak. Vlen të përmendim që një muj dit, gjdo familje, edhe ato që si kanë pas kushtet e mira materiale, e kanë përgadit ushimin si mas protokollit që ja u kemi qu edhe për personel edhe për pacienta. Ma vonë, komandanti e ka bo kuzhinën. Kuzhina është vendosë në shtëpin e Dodajve me djemve të Gjiladin Uks. Në shpinë e Islam Mushkollajt ka qenë shtabi lokal aty i djemve të cilët u mershin me sigurinë e gjërë të rrethit. Në shpinë e Salim Mushkollës ka qenë si ambulancë për pacient civil, po edhe si dhome Leonis, të unë mas nej met, vetëm si shërbimi stomatologjik. Pas plagosjes në verit, do më thonë, është bo intervenimi i fundit kirurgjik në spital ushtarak Njerzish, edhe u dasht me mu tërhek për Njerzishit, edhe stafi edhe krejt. Unë kom shku në shpi, edhe i kom fut disa gjana për me nëshu vendin, e kom marrë nanën, Bujara Lishkin edhe unë për me dalë jashtë, dyrë të spitalit veç i mbyllëm. Ka orë një makinë shumë shpejt, edhe i gjetë dyrë të mbyllën, tha ku e në doktort? Tha shurë në që ku jam. Tha e kom një të plagosur në kërë. I plagosur i fundit që ka orë spital ushtarak, ka qenë Taf Qeku. Taf Qeku në kërë pa vetdije. E kom zbrit nanën teme me fmit, edhe kom nej me bujarin i kem shtin kërë. Edhe jemi nis kavavi Ratishit për me dalë për Lombard. Lombard, ka jemi shku rrugës, na kanë gjujt me snajper. Edhe ka kalu në traun e sipër më tonë zdjath makinës, edhe o nalë në majtë poshtë. Mes me edhe tas ka kalu plumi o nalë në derën e mram të kjerit. Kër më shku të shkolla Lombardit, e kom dzerë jashtë tafen, edhe ja kom dhënë dimën e parë në Lombard. Është këfjell, prej aty të kem shku një snishë.
se nisniq ishte ambulanca që e kishin bo ata, me qenë se kënej ra dhe tanaj na këshyrshim ku mu rivendos me spital. Atje e kom taku vllaun e Tafës, Avdylin, tha po du me shku në Glogjan, tha se e kanë lonë Tafën, e kanë lonë plagosën, ishin qusë, atër në luft u rrëqin gjanët, thash jo, Tafa nuk është i metun, hashe kanë tërhek, e kanë prunë në spital ushtarak, është dikun i sistemun, po ku është, se di, po është shnosh edhe mirë. Edhe nuk më besante, më nëzje kemi nalë selimin, po fatë varsisht Tafa kaloj mirë. Masnej prej atyjt jemi vendosë në spital ushtarak në Kryshec, unë në spital ushtarak në Kryshec kom qëndru një javë, edhe për shkaqe shëndetësore kom kërku nga komandanti Ramush Haradinaj mu tërhjek me shku në Shqipëri. Edhe prej atyjt jam në fund gushtit unë jam tërhjek, deri këtu muj me fol, po për ato që s'kam qenë nuk kom kompetenca me fol. I kam med bërq një personi i cili ka qenë pjesë e stafit të spitalit ushtarak, motrës medicinale Mimoza Ferizaj, nga Kodralia, e cila po ashtu është kunat e të madhit Jashar Salihu. Mimoza ka qenë një punëtore shembullore në spitalin ushtarak dhe me një entuziazëm të madh e bënte atë punë. Me përkushtim, me dashuri ju ka ofru çdo pacienti i cili ka qenë aty, edhe shfrytëzoj rastin ta përshëndes, me qenë se nuk është bashkë mirë në aspektin shëndetësor, i uroj gjithë mirat njët dhe një shërim sa më të shpejt. E falenderoj publikisht për kontributin e dhënë të spitalin ushtarak në Erzeq. Për pas spitalit që u improvizu në lagjen Kodra Dodës, e imobilizimi i lagjës që u zgjerum edhe në fshat, nuk ishte e mjaftueshme. Edhe lindi nevoja se na mendonim se lufta do të zgjatte me vite. Lindi ideja për mu bon një spital nëntoksor. Edhe erdhë Ramushi me Emrush Gjemali në spital ushtarak. Edhe arkitekti Beqir Berishaj ju propozoj me bon një spital nëntoksor në afër spitalit ushtarak që ishte, po ishte një pjesë si bunker spital aty mu bo, në pjesën e Halil Berish tani dëshmor, edhe një pjesë plakut tim. Ramushi edhe Emrushi e munën si shumë me dëshirat punë, edhe si të qëllume, edhe në miratimin me njerë. Edhe i tha, Ramushi i tha bes, tha me anis me njerë punime. Masnej të gjithë këta të cilit kishin makineri të ronë, o dashke me gërmu aty e me, për një kohë shumë të shkurt ju ka qitë plaka e parë. Edhe kanë fillu punët. Në atë periudhë kohore, kanë pushu partit politike, nuk ka pas parti, të gjithë njerëz kanë qenë për idealin edhe kanë qenë shërbim të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës është lufta ma e ndryshme që e ka bo në i popull në herë. Ka qenë lufta ma e drejt dhe ma e pasër ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po thuj se fillimisht është zhvillu në baza vullnetare dhe mjerisht nuk e ka përqafu shumë populli luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nëse e marim përqindje nuk dalin 2% popullatës që kanë marrë pjesë në luftë. Edhe unë e menoj se tash 20 e sa vite mas lufte nuk po çmohet gjaku i derdhur për lirinë e Kosovës, nuk po çmohen plagë dhe gjymtyrët e atyre që i kanë lënë, nuk po çmohen dëshmorët në varre. Edhe institucionet duhet ma shumë të bojnë për njerëz të cilët kanë qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, por edhe të mendojnë për zhvillimin e vendit. Se lufta gati 30 vite i boni që ka kalu,
gjenerata re kërkon diçka tjetër tani. Unë e kam një mesazh për strukturat politike të cilat e udhëheqin vendin, që në radhë të parë të jetë e përgjithshme e jo individualja. Unë mendoj se Kosova ka kapacitetet mjaftueshme, ka një gjenerat të re të shkëlqyeshme, në qoftë se ju japim hapësirë, mendoj se kanë mundësi që Kosovën ta bëjmë barabartë me vendet tjera. Në qoftë se këshyrim në art, ne kemi yje botnor. Në qoftë se këshyrim në sport, ne kemi yje botnor. Në qoftë se i marrim strukturat e FSK-s, i kemi të renditur lartë. Në qoftë se i marrim zjarfikset, në qoftë se i marrim shëndetësinë, do më thonë në çdo lami kemi individ të cilët janë të nivelit evropian dhe botnor. Çka duhet? Duhet një mbështetje për gjenerata të re dhe një menaxhim i mirëfillt. Për në fund, kërkoj falje në qoftë se kam harru dikon pa përmend, po kanë kalu shumë vite prej asaj kohe dhe unë asnjëherë nuk jam prononcu. Sot i kom shpalos vetëm ato raste të cilat unë i kom përjetu në lkurën time dhe me të cilat jam ballafaqu drejt për drejt. Unë mendoj se për mi shpalos punën e Spitalit Ushtarak nuk mjafton ky emision kaq i shkurt, por duhet ndoshta një libër të shkruar. Edhe mendoj se edhe tjerë të cilët kanë qenë pjesë e spitalit kanë mjaftueshëm me shpalos kujtimet e tyre. Di një rast njëri kom thonë doktor Ilmeut, na nuk kem nevojë me marrë meritat e njëri tjetrit, se kem tonat boll. Edhe na mjaftojnë me rujt veç ato tonat. Lavdi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ju qoftë dhe vilet atyre të cilët ranë për të mos vdekur kurr, ranë për ne ta shijojmë lirinë. Dhash Zoti se mos ketë kur më luftë në Kosovë. Dhash Zoti që së shpejti na të jemi pjesë e NATO-s dhe të integrohem në Bashkimin Evropian.